komplotit grek, muslimanët, antisemit, më thash të tjerat, jo konkurenca, ju si keni parë? Për ta normale, shiko. Për çdo gjë që ndodh e kemi nga një teori konspirative. Po këtë radhë janë më shumë se. Jo, por nuk është vetëm e Shqipërisë. Ti sa herë kritikon Izraelin në Shtetet e Bashkuara, kudo ta kritikosh Izraelin, të quajnë antisemit. Pra, në Amerikë për shembull kanë quajtur antisemit Tucker Carlson ose Megyn Kelly, që janë gazetarë të njohur të së djathtës, bile të djathtës ekstreme, që kanë qenë më pro-izraelitët e mundshëm. Edhe ata sa herë që kritikojnë Izraelin quajnë antisemit. Dhe pastaj kanë quajtur edhe ata islamistë, të nesh më kollaj nga që jemi musliman. Kështu që ti në momentin që je musliman, nuk ka rëndësi që mund ta kesh familjen katolike, çdo ta kesh, ti je direkt fundamentalist musliman që po sulmon izraelitët. Tani natyrisht që antisemitizmi ekziston, okay? Po s'ka lidhje me Izraelin. Pra, ngatrimi i Izraelit me semitizmin dhe me judaizmin është antisemitizm vetvete, se një gjë është janë hebrejt apo judaizmi si fe, tjetër gjë është Izraeli. Izraeli është shtet. Çdo shtet ka të mirat, ka të këqijat. Izraeli është një shtet fashist, apartheid, natyrisht. Po kjo s'ka lidhje me judaizmin si fe. Fakti që ka terrorist musliman nuk do të thotë që Islami është fe terroriste. Ashtu si që fakti që Izraeli bën genocid nuk do të thotë që judaizmi është fe genocide. Janë gjëra krejt nuk kupton. Gjermania ishte naziste. Gjermania bëri genocid. Gjermanët ishin të krishterë. Po çfarë do të thënë që krishterimi është genocid? Jo. Kritikët më të mëdhenj të shtetit Izraelit janë hebrej. Jeffrey Sachs është hebrej, kritik më i madh i. Bernie Sanders është hebrej, kritik shumë i madh i genocidit të Izraelit. Ka historian e tjerë e tjerë. Do të thonë këto janë klishe që qarkullojnë. Edhe kjo e Greqisë pastaj është për të zhvendosur debatin nga modeli i zhvillimit. Për të zhvendosur debatin nga fakti që aty jo vetëm toka po rrethohet me gjëmb, aty po rrethohet edhe plazhi, se këtu dalin tani edhe plazhi del. Nuk ka pasur plazh privat, s'kan pasur fshatarët ton parcela në plazh. Nuk rritej as patatja, as qepa në plazh. Këtu po kapin edhe detin në idenë e privatit. Këtu ideja është për ta zhvendosur diskutimin nga Marina e Durrësit. Çfarë po ndodh me Marinën e Durrësit? Pra si ka mundësi që është për mua një nga goditjet, ndoshta nga që jam në Durrësak, shumë provincial edhe më vret më shumë ajo e Durrësit. Por është një nga goditjet më të mëdha të ekonomisë shqiptare Marina e Durrësit, sepse kaloi nga porti i Durrësit me kapacitet 10 te porti i Portoramaz me kapacitet 5. Kishim edhe shqiptim amerikan që u ngrit për këtë shumë. Po, dhe këtu do të ishte edhe protesta tjetër. Po është njëta skemë si e Zvërnecit, prandaj unë e kuptoj njerëzit pse janë të revoltuar dhe është e kuptueshme pse propaganda qeveritare nuk ngjit. Pra kur këta thonë miliardat, nuk impresionon me njerëz. E njëjta u gjatë u tha me Durrësin. Do jetën 4 miliarda, ma më Durrësin. Ku janë miliardat që do ishin Durrës? Dhe shumë nga ne menduam që porti i ri do bëj me këto miliardat e Alabarit. Mbamën që do bëhet porti me dhe pastaj doli, i kupton? Që porti s'do bëhet me miliardat e Alabarit. Miliardat e Alabarit nuk ekzistojnë, porti do bëhet me lekët e buxhetit, pra me taksat tona. Kur të bëhet? Që të japim Alabarit portin. Tani kush më garanton mua, se ndoshta edhe gaboj, se mungesa e transparencës mund të thojë dikush nga qeveria po e ke gabim këtë. Po kush transparenca, ku ta di unë? Që nuk është kështu. Më kupton? Pra, kush është siguria jonë si qytetar që këtu nuk po luhet e njëjta skemë si në Durrës? Pse nuk është kjo e njëjta skemë si Marina e Durrësit? Se shiko, qeveria thotë, do ja falim Sazanin, Trumpit, se ne s'kemi lek për të bëjmë investim. Jemi dakord, kjo është logjika. Dakord, jemi shteti i varfër, nuk kemi para, dhe ata do hedhin miliarda. E para, kush do e kontrollojë i hodhën apo si hodhën miliarda? Supozojmë që kushneri nuk hodhi 2 miliardë, hodhi 1 miliard. Do të çojmë në inspektorin ton, Arifin, Çimin, Gimin, do i thotë, "Qaret, kujdes se të mungoj të vej gjop." Qaret e ka lidhjen komplet me kryeministrin. Pra kush do e monitorojë Xharet Kushnerin, a më kupton? Se ne s'po monitorojmë dot Alabarin. Pse do në monitorojmë Ivanka Trump? Kush do i vej gjopën Ivanka Trump? Nëse se apo do e çojmë në arbitrazh ndërkombëtar. Për në arbitrazh ndërkombëtar shteti vetëm humbet. Arbitrazhi që kapur nga interesat fuqishme private, këta janë miliarderë fuqishëm. Sa herë ka humbur shteti në arbitrazh? Apo jo? E para, e dyta,
Shteti thot nuk kam lek për të investuar në Sazan. Ndërkohë kur del kontrata e shtetit me Trumpin, si pjesë e përqindjes së shtetit tonë në Sazan, se shteti ka një përqindje që nuk e di sa është 40, 30, nuk e mbaj